Mirë se vini në këtë praktik Yoga Nidra. Yoga Nidra ndryshe quhet yoga e gjumit. Është një praktik që të çon në një relaksim të thellë, në një gjendje midis gjumit dhe të qenit zgjuar. Që të fillojmë, shtrihemi në një tapet joge, në një batanie ose në krevat. Mund të mbulohemi, që të mos kemi ftohtë, mund të vendosim mbështetje poshtë gjunjëve, që të jemi sa më komod. Kur të jemi shtrirë, vendosim krahët anësh, një pozicion me plëmët e durve lart, edhe me supet relaksuar drejt tokës. Vendosim këmbët sa qërësia e ijeve, në mënyrë që gishtet e këmbëve të bien anësh, të relaksohen. Kur të jemi pozicionuar, do fillojmë 3 herë të marrim frymë edhe të kontraktojmë të gjitha muskujt e trupit, dhe të nxjerrim frymë edhe relaksojmë të gjitha muskujt e trupit. Fillojmë tani, marrim frymë, kontraktohemi, bëjmë grushta, kontraktojmë fytyrën, gishtet e këmbëve. E nxjerrim frymë, relaksojmë gjithë trupin drejt tokës. Marrim frymë, kontraktohemi. E nxjerrim frymë, relaksohemi, lëshohemi në tapet. Një herë të fundit marrim frymë, kontraktohemi. E nxjerrim frymë, lëshojmë gjithë tensionin e trupit. Le të kthehet në tokë. Tani me vete dhe pa zë, themi 3 herë. Tani po fillon Yoga Nidra. Tani po fillon Yoga Nidra. Tani po fillon Yoga Nidra. Tani fillojmë të çojmë vëmendjen tek hapësira e zemrës, tek hapësira në mes të krahërorit. Dhe fillojmë të ndjejmë këtë pjesë të trupit, duke u lidhur me veten tonë emocionale. Me që këtu do vendosim një sankalpa. Sankalpa është një dëshirë e përzemërt, ose një qëllim për veten tonë, që buron nga hapësira e zemrës, nga vetja emocionale, jo nga jo racionale ose nga egoja. E kur të kemi gjetur këtë dëshirën ose qëllimin, fillojmë të formulojmë atë në një fjali pozitive në kohën e tashme, sikur të jetë tashmë realitet. Dhe përsërisim këtë fjali me vete 3 herë. Tani e lejmë të sankalpën dhe kalojmë tek trupi për të bërë një skanim të trupit. Unë do të them një pjesë të trupit dhe ju do të çoni gjithë vëmendjen tek ajo pjesë e trupit, duke përsëritur me vete fjalën. Filloj me anën e djathtë të trupit.
me gishtin e madh të dorës së djathtë. Gishti i dytë, gishti i mesëm, gishti i katërt dhe gishti i vogël. 5 gishtet e dorës së djathtë. Plumboj dorës së djathtë, pjesë e pasme të dorës së djathtë. Kyçi i dorës së djathtë, parakrahu i djathtë, brylli i djathtë, pjesa e sipërme të krahut të djathtë, supi i djathtë, ana e djathtë e trungut, kofsha e djathtë, gjuri i djathtë, pulpa e djathtë, kyçi i këmbës së djathtë, themra, shputa, gishti i madh i këmbës së djathtë, gishti i dytë, gishti i tretë, gishti i katërt dhe gishti i vogël. 5 gishtet e këmbës së djathtë. Gjithë këmba e djathtë, gjithë ana e djathtë e trupit. Ana e majtë e trupit, gishti i madh i dorës së majtë, gishti i dytë, gishti i mesëm, gishti i katërt, gishti i vogël. 5 gishtet e dorës së majtë. Plumba e dorës së majtë, pjesa e pasme e dorës, kyçi i dorës së majtë, parakrahu, brylli, pjesa e sipërme e krahut, supi i majtë, ana e majtë e trungut, kofsha, gjuri i majtë, pulpa e majtë, kyçi i këmbës së majtë, themra, shputa, gishti i madh i këmbës së majtë, gishti i dytë, gishti i tretë, gishti i katërt, gishti i vogël. 5 gishtet e këmbës së majtë. Gjithë këmba e majtë, gjithë ana e majtë e trupit. Tani fillojmë me pjesën e pasme të trupit. Vithja e djathtë, vithja e majtë, të dyja vithet bashkë. Pjesa e poshtme të shpinës, mesi, pjesa e sipërme të shpinës, shpatulla e djathtë, shpatulla e majtë, të dyja shpatullat bashkë, qafa, pjesa e pasme të kokës, gjithë pjesa e pasme të trupit, gjithë pjesa e pasme të trupit. Fillojmë me pjesën e përparme të trupit, pjesa e poshtme të barkut, pjesa e sipërme e barkut,
Ana e djathtë të krahërorit, ana e majtë e krahërorit, gjithë krahërori, fyti, nofulla e poshtme, buza e poshtme, buza e sipërme, të dyja buzët bashkë, hunda e djathtë, hunda e majtë, të dyja hundet bashkë, faqja e djathtë e fytyrës, faqja e majtë, të dyja faqet bashkë, syri i djathtë, syri i majtë, të dy syt bashkë, balli, maja e kokës, gjithë pjesa e përparme e trupit, gjithë pjesa e përparme e trupit, gjithë trupi, gjithë trupi. Tani e lejmë trupin, e kalojmë vëmendjen tek frymërja. Fillojmë të ndjekim çdo frymërje e çdo frymëzierje. E tani do numërojmë frymërjet, duke filluar me 21 e duke shkuar mbrapa deri tek 0. Me çdo frymërje numërojmë 21, frymëzierja 21, frymërja 20, frymëzierja 20. E vazhdojmë ashtu. Në moment që harrojmë numrin ku jemi ose arrim deri tek 0-ja, kthehemi prapë tek 21 e fillojmë nga fillimi. Vazhdojmë të ndjekim frymërjen dhe frymëzierjen. Tani e lejmë frymërjen e kthejmë vëmendjen tek trupi. E zgjojmë një ndjesi sikur trupi të ishte shumë i rëndë, me një peshë shumë të rëndë në trup, që edhe po të donim, do ishte vështirë të ngrinim qoftë edhe një gisht me gjithë peshën e trupit. Ndjejmë trupin kaq të rëndë, sikur të hiqet poshtë në tokë.
Ndjejmë trupin shumë të rëndë. Tani fillojmë të zgjojmë ndjesjen e kundërt. Fillojmë të ndjejmë trupin shumë të lehtë. Trupi është shumë i lehtë, sikur pa peshë, sikur qëndron në ajër sipër tokës, sepse është kaq i lehtë trupi. Ndjejmë trupin shumë të lehtë. Tani e lejmë trupin. Rishillim vëmendje tek syri i tretë, tek hapësira midis vetullave. Fillojmë të vizualizojmë ose thjesht imagjinojmë në këtë hapësirë një vend paqësor. Mund të jetë një vend real ku keni qenë, ose një vend imagjinar. Rëndësi ka që të jetë një vend i paqët, që na jep ndjesinë e harmonisë dhe të paqes. E qëndrojmë pak këtu, te vendi i paqes, vendi që na jep ndjesi të harmonisë. Lejmë të iki vendi i paqes. Fillojmë të vëzhgojmë hapësirën mbas syve, te syri i tretë, duke vënë re drita, ngjyra, forma që mund të vinë spontanisht. Tani e lejmë atë syrin e tretë, hapësirën mbas syve, dhe rikthehemi një herë të fundit disa ngalpat që kemi vendosur në fillim të praktikës, tek dëshira ose qëllimi që kemi formuluar një fjali pozitive. Kujtojmë atë fjalin tonë dhe prap me vete e përsërisim 3 herë. Kthejmë vëmendje tek frymarrja.
Edhe ndjejmë frymëmarrjen natyrale me gjithë vëmendjen aty. Ne fillojmë të zgjerojmë tani vëmendjen, të kalojmë tek lëkura, tek kufiri midis botës së brendshme dhe botës së jashtme. Tek ndjesit që mund të kemi në lëkurë. Tani zgjerojmë prap hapësirën e vëmendjes deri tek zhurmat e tingujt që na rrethojnë, deri tek bota e jashtme. Yoga Nidra ka mbaruar tani. Yoga Nidra ka mbaruar. Do fillojmë të lëvizim gishtet, kyçet, kokën. Dhe të rizgjojmë trupin. Mbas e ngrim krahët sipër kokës, bashkojmë këmbët, e zgjatëmi. Dhe rrotullohemi nga njëra anë në pozën e fetusit. Kur të ndihemi gati, duke mbajtur sytë mase akoma të mbyllur, përdorim duart që të pozicionohemi këmbë kryq. Edhe kur të jemi këmbë kryq, avash, fillojmë të forkojmë duart bashk, të kryejmë ngrohtësi tek duart. Dhe kur të jenë duart e ngrohtë, vendosim duart sipër syve. Edhe ndjejmë për një moment errësirën, ngrohtësinë tek syt. Tani lejmë duart ku janë edhe hapim syt, duke parë në të hapësirën akoma pak me errësirë. E vash hapim gishtet dhe lejmë që drita të hyjë brenda. Dhe lëvizim duart, vendosim në pozën e lutjes. Hari Om Tat Sat. Namaste.